shoqërinë tonë nuk vlerësohet sakrifica. Kur ti nëse shoqëria shumica nuk ka atë dashje, për shembull nuk e ka vlerësuar sakrificën e Adem Demoshit. Se nëse për na kemi simbolet sakrificës, se kemi Adem Demoshin, kemi Adem Jasharin, këto janë simbolet e sakrificës. Megjithëse te Adem Jashari përpiqet mu kriju një mit tjetër, mit i komandantit, që nuk ka një bazë, sepse kur u kon ai vdekja e tij e ka kriju ushtrinë. Kur u kon ai si ka pas as dot luftar me vete, edhe miti i komandantit nuk i shkon. Miti i sakrificës po, se me i sakrifiku të 20 antar familje tjerë, kjo nuk është e vogël, jo për masat kombëtare tona, po kjo është një gjë e madhe për masa botnore. Domethënë është një edhe në vend që me ndërtu mitin e sakrificës, i cili në ndërdijen tonë, po, është funksionon si mit i sakrificës, ne bëjmë mitin e komandantit. Faktikisht komandantit... Në fakt, unë menoj që edhe komandante kemi shpall pas heroizmit ti, pas vdekjes, pas rënjes ti, edhe ka si honorific. Po, ai në të kohë, sa mund të ketë pas, 10-20 ushtar me veti, domethënë. Në ndërkohë që mbas janë bo 10.000. Mas vdekja ti e ka sakrifica ti. Edhe sakrifica nuk shmohet.